Leja për ndërtimin e një resorti në rjoll të Velipojës ka sjellë përplasje të forta mes banorëve të zonës dhe policisë. Banorët kundërshtojnë këtë projekt duke pretenduar se po u grabitet prona për të cilën thonë se e kanë me certifikata pronësie. Këtu ka fillu zaptimi pronave nga firmat Fantazëm, që ne e njohim si firmë, por është Fantazëm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt, për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbarë dhe nuk është shënuar në plotëtorin zyrtare. Sot kena bloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, nesër do të jemi më të fortë se sot. I lutem Spakut, meqense se unë jam drejtues Spakut për sa i përket kësaj çështje dhe ka që në mars që unë kam bë kallëzimin në Spak dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje se si është vepruar për hetimin dhe zbardhjen e falsifikimeve që janë bë për këtë pronë. Ne janë të na marrë, na kanë hysi gabi qartë si ujqit dhe për pasurit tonë, edhe ne jenë të ne si lepujt. Djeke na kanë tonë protest, na kanë marrë nga çu si specat në komisariat. Na janë në tokë tonë, e s'po di më marrë vesh me gërgen. Deri pikën e funit, në fund funit, mos anëno dy dur pi kryon, tash të marrë mu të më në komisariat. Në shtëpi teme, në tokë teme, unë veç kështu kam po. Të na marrë djemë të ri, të na i futna për policia, ata në shtëpiat veta. Ato ka jonë shtëpiat tona, jonë familje tona, djemë të ri jonë të punuja shtetit me fitu i pare, marrë me bo shtëpiat e ju marrë me nej marrë pa munumit. Për disa orë, banorët mbajtën të bllokuar rrugën Shëngjin-Velipoj dhe pas rezistencës për të mos u larguar, policia nisi shoqërimin e tyre. Projekti në fjalë parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik në një sipërfaqe prej rreth 146 hektarësh në zonën ranore pranë Velipojës. Sipas dokumentacionit të planit zhvillimor, masterplani përfshin 33 struktura akomoduese dhe shërbimi me 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, një strukturë hoteli si dhe disa struktura social-kulturore. Totali sipërfaqes së ndërtimit mbi tokë parashikohet të jetë mbi 400.000 metra katror. Sipas përshkrimit të projektit, kompleksi synon të ofrojë funksione të ndryshme turistike dhe shërbime për vizitorët.